Pikës pari falenderoj tonë anëtarë që morën pjesë në votimin e sotëm, që jellonën edhe ditës sot me një motiv më shumë për Partinë Demokratike. Falenderoj edhe kandidatin që kisha përballë, i cili është i mik i imi, dhe punën na nesër mbrapa do ta bëjmë tonë bashkë. Mesazhi është vetëm bashkim dhe vetëm bashkim. Pa nesër do vazhdojmë punën, me gjithë jena gjithë bashkë. Sot tu marrë gara. Falenderoj edhe gjithë anëtarët që morën pjesë edhe herë. Dhe do fillojmë punën një sa të më parë për organizimin e strukturave. Unë atë e kam mik, përveç se ishim sot në gorë në ejna miq, dhe nga nesër mbrapa në ejna bashkë në këtë varë. Pra jena bashkë të Partia Demokratike duke filluar punën çës nesër. Dora e jam drejtë shtrime për çdo anëtar të Partisë Demokratike, për çdo anëtar i cili ka kontribuar në vite, për të ri, për çdo njeri që ka drejt që don me qoftë edhe një orë don me kontribuar në Partinë Demokratike. Unë mendoj që shërbeu, sepse pati pjesëmarrje jashtë parashikimeve, dhe mendoj që duke pas organizime të tilla dhe pjesëmarrje të tilla që i shërben patjetër për zgjimit të strukturave. Siç thotë, do fillojnë rishikimi i listave, do fillojnë organizimi i strukturave, pra nga nesër mbrapa do jena të gjithë bashkë në punë. Ky është mesazhi im.